Kisha dalë një herë në kafe me gocat, ishte mëngjes dhe e lash telefonin në karikim për 15 minuta pa i thënë gjë këtij. Pa i thanë. Kur e marr telefonin, kisha 18 thirrje të humbura dhe disa mesazhe ku më thonte. Jeni gati për mesazhet? Flashbacks po m'vin. Ku je futur më unë vi aty ku je të zvarris, duke më shplar, Jo, jo të riqe. Të riqe. Dhe më shkruan në dark pas 5 orësh dhe më thot, më fal shumë shpirt, unë nuk do të humb, por nuk kisha pirë tek e barit akoma për sot. Justifikimi. Lëviz venit. Jo, tani, unë në këtë rast do bëjmë pak serioze. Do kalojmë tek tema. Realisht. Kjo ka shumë goca që ndodhen në marrëdhënie abuzive dhe nuk e kuptojnë që janë marrëdhënie abuzive, sepse abuzimin e lidhin vetëm me dhunën, ndërkohë që nuk është vetëm kjo. Të jesh në një marrëdhënie abuzive do të thotë të jesh dhe e abuzuar emocionalisht, siç vajza në fjalë. Dhe në këtë rast, unë jo fajn, se nuk dua të shprehim që i vë fajn gocës, por lutem, në momentin që ti zgjedh një çun, se unë nuk mendoj që ky është rasti i parë që ai drejtohet me emrin kurv. Jo, ka thënë, nuk e di sa herë ka thënë për justifikim sa herë që ziheshin. A urdhë. E shikon? Tani, në momentin që ti arrin deri në këtë pikë dhe toleron me herën e parë, pasojat dhe e veprimeve të tua i mban për mua goca.